Ministri i Mbrojtjes Pirro Vëngu deklaroi se 50% e zërave të buxhetit janë investime ku përfshihen edhe blera armëve moderne për ushtrinë shqiptare, si raketa Javelin dhe dron prej partnerëve britanik dhe amerikan. Ndërsa nga Izraeli do të blihen artilleri e lëvizshme, topa, mortara, kamion ushtarak dhe dron, sikurse kompania ushtarake shqiptare Kajo po bashkëpunon me partner izraelit në rimëkëmbjen e prodhimit të armatimeve në vendin tonë. Në një kohë ku janë shfaqur tensione me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe vetë NATO-s, ministri Vëngu dha këtë përgjigje se ku qëndron Shqipëria. Nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Ministri Vëngu ndal edhe në shqetësimin e Beogradit për marrëveshjen trepalçe të bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes. Madje kam qenë unë vetë i pari që kam shprehur dhe ftesë pse jo, që Serbia nëse gjykon se rajoni, stabiliteti, qëndrueshmëria dhe ardhmja euroatlantike e vendeve të rajonit është e rëndësishme, atëherë pse jo dhe Serbia të bashkangjitet kësaj iniciative. Ja u merr mendja që nuk kam marrë përgjigje për sa i përket kësaj ftese. Për bazën e Pashalimanit, ministri Vëngu tha se kemi një marrëveshje që në vitin 1992 me Turqinë dhe i qëndrojmë asaj marrëveshje.